Policia e Vlorës ka realizuar 2 operacione gjatë ditës së dieshme, ndërsa i pari është realizuar pikërisht në zonën e Dhëmiut. Në pranga ka një person i cili është dënuar nga gjykata e Tiranës dhe për cilin është zënë masa sigurisë arrest në burg, shtetasi Granit Petnika, i cili është akuzuar për mashtrim me call centrat. Ndërkohë, më pas, Policia e Vlorës gjatë mbrëmjes ka realizuar një tjetër operacion këtë radhë në qytetin e Vlorës, duke arrestuar një person i cili lëvizte me armbajtje pa leje në automjetin e tij. Janë 2 operacione të cilat janë realizuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Vlorë në bashkëpunim me forcat operacionale. 2 operacione të zhvilluara nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorës kanë çuar në arrestimin e 4 personave, goditjen e rasteve të armbajtjeve pa leje si dhe kapjen e 2 shtetasve të shumë kërkuar për mashtrim kompjuterik. Në kuadër të operacionit të koduar Rjetet, zhvilluar me mbështetjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në zonën e Drimadhës u arrestuan 2 shtetas të shpallur në kërkim të dyshuar për veprën penale mashtrimi kompjuterik, si dhe për përfitimin e shumave të mëdha monetare përmes skemave të call centrave. Bëhet fjalë për një 29 vjeçar si dhe një 31 vjeçar, ndaj të cilëve gjykata e Tiranës kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Gjatë kontrollit në vilën ku ata qëndronin, policia sekuestroi një armë zjarri pistolet si dhe një sasi lëndë narkotike e dyshuar si kanabis sativa. Po ashtu në flagrancë u arrestua edhe një tjetër shtetas i tretë 28 vjeçar, i dyshuar për veprën penale për krahja e autorit të krimit. Ndërkohë në një tjetër operacion të koduar siguria, policia i gjeti një rast të armbajtjes pa leje. Eris Mara u kap në lagjen Lev Sallata teksa po lëvizte me një makinë tip Audi. Gjatë kontrolleve fizike në automjet, blut gjend dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet, 2 krera me 22 fishek luftarak, një mbajtëse plastike me 18 fishek luftarak, si dhe një radio të ngjashme, me ato që përdor policia e shtetit. Në komunikimin zyrtar me media, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorës bën me dje se shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorës në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative se një shtetas qarkullonte i armatosur në qytetin e Vlorës, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar siguria. Policia bën me dje se si rezultat i operacionit në lagjen Lev Sallata u kap dhe u arrestua në flagrancë shetasi 32 vjeçar banues në fshatin Peshkëpi. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip Audi me të cilin ai qarkullonte, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet, 2 krera me 22 fishek luftarak, një mbajtëse plastike me 18 fishek luftarak, si dhe një radio të ngjashme me ato që përdor policia e shtetit. Ndërkohë materialet procedurale tashmë janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, si dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës. Materialet procedurale për të 2 operacione tashmë janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.